Ungjillor fanatik amerikan, gjerman, suedez dhe të tjerë ju bashkuan këtij kryqëzimi paqësor për të konvertuar hebrejt dhe për të marrë nën kontroll Palestinën gjatë gjithë shekullit 19. Deri në luftën e parë botërore, të gjithë udhëheqësit britanik në detyrë, përfshirë kryeministrin David Lloyd George dhe ministrin e jashtëm Arthur Balfour, ishin të krishterë ungjillor fanatik që mbështesnin restaurimin hebraik në Palestinë, gjë që në vitin 1917 mori formën e deklaratës së Balfourit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krishtërimi ungjillor sionist u shfaq përmes themelimit të disa kolonive në Palestinë në mesin e shekullit 19, me synimin për të konvertuar hebrejt dhe për të përshpejtuar ardhjen e dytë. Kjo rrymë nuk u shua në shekullin 20, përkundrazi, ajo u intensifikua pas krijimit të Izraelit dhe veçanërisht pas luftës së vitit 1967. Jerry Falwell dhe Pat Robertson ishin ndër fanatikët kryesor protestant që mbështeten Izraelin, ashtu si edhe president amerikan që pretendonin një edukim ungjillor, më së shumti Bill Clintoni. Fanatizmi ungjillor i përket pikërisht kësaj tradite, që i përket edhe ambasadori president amerikan Donald Trump në Izrael.